Samiti i G7 u prit me një interes të jashtëzakonshëm për shkak të pranisë në të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe sjelljes së tij të paparashikueshme me lider të ndryshëm botëror. Por kësaj here duket se gjërat ishin më ndryshe në takimet dhe buzëqeshjet që Trump shkëmbeu me liderët e pranishëm në G7, 7 vendet më të industrializuara të botës, mes të cilëve Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Japonia e të tjerë. Po çfarë ndodh pas dyerve, pas ekraneve të mbyllura dhe kamerave që nuk filmojnë gjithçka? Për këtë do të shohim në vim. Me mua në studio është kolegja dhe kryeredaktoria e emisionit tonë, Esenka Meleqi. Esenka, mirë se erdhe. Përshëndetje, Smeralda. Shumë interesante çfarë ndodh, çfarë bëjnë liderët kur ne nuk i shohim. Ne kemi thënë her pas here, mi përpikur të shohim në ato skutat mbas takimeve që duket para kamerave për të kuptuar, sepse ndonjëherë sjellja e liderëve tregon edhe më shumë për raportet që shtetet kanë mes tyre. Samiti i G7 u prit me shumë interes për shkak edhe të konfliktit në Izrael, mes Izraelit dhe Iranit, dhe edhe për shkak të pjesëmarrjes së Donald Trump, i cili edhe këtë herë duhet të përballej me liderët e Europës, por edhe për të parë se cilat do të ishin ato mesazhe që i duhen në këtë moment e botës. Shumë interesante ishte edhe mënyra se si Donald Trump u solli gjatë këtij samiti, por edhe ato tensionet e vogla që pati edhe me presidentin Emmanuel Macron. Do t'i lutesha regjisë që të kishim edhe ledin e parë të fotove. Fotoja e parë është foto familjare, Smeralda, ndërkohë që liderët e G7-s bëheshin gati për foton familjare, dhe pas dyshim që është edhe mënyra e të shprehurit të Donald Trump, që gjithmonë kërkon atë lloj vëmendje mes të gjithëve për treguar që unë jam këtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu. Në këtë kolazh fotosh jam përpjekur të mbledh ndoshta ato takimet kok më kok mes të gjithë liderëve mes tyre, ndoshta tensionet apo dhe bisedat që mund të jenë shpalosur më pas edhe në media, por që kanë treguar edhe më shumë për mënyrën se si do të shkojë jo vetëm lufta mes Izraelit dhe Iranit, por edhe lufta në Ukrainë, por edhe marrëdhëniet e tjera, sepse SBA-ja tashmë është edhe një luftë tregtare me Bashkimin Evropian, me Kinën dhe jo vetëm. Po e nis me alatja e Donald Trump, Giorgia Meloni, kryeministja e Italisë, duke që edhe në këtë summit kryeministja ka gjetur ato pak momente me Donald Trump për diskutuar kok më kok, ndoshta ka qenë marrëdhënie tregtare me BE-n, por ndoshta edhe lufta në lindjen e mesme. Italia ka interesa të theksuara në Liban, kështu që edhe ajo disi e përfshirë për sa i përket edhe këtyre konflikteve që mund shpërthejnë në këtë rajon. Shumë interesante ka qenë edhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer, Smeralda, gjatë këtij samiti në rrjetin e tij social, në fakt ka hedhur shumë video, teksa ishte duke udhëtuar edhe në malet e Kanadas përpara se samiti të niste, dhe shpreh përpara një dite të lodhshme që na pret, do duhet të marr pak ajër të pastër për të biseduar edhe me liderët. Ka qenë Carney, kryeministri i ri i Kanadas, ai i cili ka mirëpritur këtë samit, ndoshta ka qenë dhe sfida e tij e parë si kryeministër i Kanadas për treguar jo vetëm fuqinë e Kanadas, por edhe rolin e tij pas largimit të Justin Trudeau, i cili duhet thënë ka patur përplasje të forta me Donald Trump, por edhe Carney nuk i ka përjashtuar këtë përplasje, por ka qenë diplomatik. I dhanë edhe fitoren në zgjedhje. Fitoren Carney, por që ai ka treguar edhe një lloj diplomacie ndaj Donald Trump, Smeralda, qoftë në deklaratat e tij për shtetin e 52 që mund të jetë Kanadaja, por duke që e ka vendosur veton e tij në këtë raport. Duke u ndalur tek shumë interesante ishte përplasja apo tensionet e vogla mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministit britanik Keir Starmer. Është momenti kur janë dorëzuar apo kanë rënë letrat. Kjo është marrëveshja që është arritur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe për sa i përket marrëveshjes tregtare, dhe ka qenë një moment shumë pikant kur letrat bien dhe Keir Starmer është ai i cili ulet për të marrë këto letra dhe jo presidenti Donald Trump. Në një intervistë që Keir Starmer ka dhënë për mediat britanike pas këtij momenti, i pyetur se përse u ul ai ti merrte këto letra, dhe përgjigjja e Keir Starmer ishte për arsye sigurie. Në këto momente presidenti amerikan është në një nivel shumë të lartë të mbrojtjes dhe nuk do të ishte mirë që dikush nga gazetarët apo dikush tjetër të afrohej pranë tij, që do duaj unë ta merrja këtë rol. Ka qenë përgjigjja e Keir Starmer, i cili me shumë buzëqeshje më pas e ka tejkaluar këtë moment, por është shprehur se ka qenë pikërisht për arsye sigurie. Por edhe një marrëveshje që jep në fakt një që i levërdis më shumë Britanisë së Madhe për shkak të saj, kështu që por mediat britanike një kryeministër mund ta bëjë dhe këtë punë për vendin e vet.
Po dyshim, por nuk do ta shikoja si një përullje të krishterëve, por do të thoja që ishte një forcë e tij për t'treguar forcën përpara. U pa dhe si ulje ka qarkuar në forma të ndryshme, por edhe vetë shtarme për mënyrën se si reagoi me shumë diplomaci. Po, sepse Donald Trump, Ismail, mediat britanike kanë shpërthyer në fakt pas deklaratës, duke deklaruar se Donald Trump kishte deklarata shumë kontradiktore për këtë lloj marrëveshje, nuk e dinte se çfarë ishte duke bërë. Her pas here u shpreh, jam duke kryer një marrëveshje me Bashkimin Evropian, kur ndërkohë ishte duke nënshkruar një marrëveshje me Britaninë e Madhe, e cila është jashtë BE-s, që ka patur shumë konfuzion për sa i përket kësaj pjese. Sepse për detajet kujdeset Scott Bessent, sekretari i thesarit jo Donald Trump. Moment tjetër ka qenë kryetar në fakt Ismail do u pyet edhe se si ishte gjendja shëndetësore e Donald Trump nga gazetarët britanik dhe shtarmi u shpreh që presidenti ishte në gjendje shumë të mirë shëndetësore, kanë patur shumë pikpyetja, por shumë kuriozitet për të parë edhe presidentin amerikan Donald Trump, i cili sapo ka mbushur 79 vjeç, ka qenë shumë kritik ndaj ish presidentit Joe Biden, por ne do të shohim në këto 4 vite se si do të jetë gjendja e Donald Trump. Tensione të forta ka patur me presidentin e Francës Emmanuel Macron, Donald Trump, ka qenë pikërisht ajo deklaratet Macron, i cili u shpreh se Trump u largua me shpejtësi nga samiti sepse është duke kurdisur diçka për armëpushimin në Izrael, çka u hodh më njëherë poshtë edhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Macron është djalë i mirë, u shpreh Trump kur u pyet për këtë lloj tensioni, por unë nuk largova nga samiti për shkak sepse jam duke përgatitur një armëpushim, por diçka më e madhe po vjen për konfliktin Izrael-Iran. Tensionet forta ka patur mes të dy liderëve, pak ditë më parë ka qenë Macron, i cili ka kundërshtuar mënyrën se si Donald Trump u qaset me Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, dhe këto tensione janë parë edhe gjatë samitit të G7-s në Kanada. Por më i relaksuar Macron ka qenë edhe me liderët e tjerë. Do të vazhdojmë tek Ledi i dytë, po ashtu që janë disa foto interesante të gjithë ajo çfarë ishte përtej kamerave apo në ato zyrën e mbyllur, në zyrat e mbyllura ku u zhvillua samiti. Macroni, sikur unë theksova, ka qenë pak më solidar, më i qeshur me liderët të tjerë, sikur ka qenë në mikpritjen e kryeministit kanadez. Giorgia Meloni, po ashtu së bashku me Friedrich Merz, kancelarin gjerman, kanë patur takime kokë më kokë, të gjithë liderët janë takuar mes tyre për të diskutuar të gjitha frontet e luftës, për diskutuar dhe mënyrën se si Bashkimi Evropian, se si fuqitë botërore do të duhet të sillen përballë këtyre konflikteve. Samiti G7-s Ismail doli dhe me një deklaratë për sa i përket konfliktit Izrael-Iran. Do t'i lutesh regjist të kalonim tek Ledi tjetër për të parë dhe ato pika kryesore, edhe pse në ditët e sotme pas e takimit me Volodymyr Zelenskin, shumë media e theksuan se ishte një samit që disi dështoi sepse nuk arriti të vulloste diçka konkrete për sa i përket luftës. Deklarata e liderëve të G7-s për konfliktin Izrael-Iran, ne udhëheqësit e G7-s përsërisim angazhimin për paqe dhe stabilitet në lindjen e mesme, po ashtu ata mbështetën Izraelin. Izraeli ka të drejtë të mbrohet, përsërisim mbështetjen tonë për sigurinë e këtij shteti, pohojmë rëndësinë e mbrojtjes së civilëve në të dyja anët, qoftë në Iran edhe në Izrael, por padyshim që kritika kryesore ka qenë Irani, i cili konsiderohet si burimi kryesor i paqëndrueshmërisë dhe territorit rajonal për shkak të fuqisë bërthamore apo përpjekjes për të patur më shumë armë bërthamore. Kemi qenë vazhdimisht të se Irani nuk mund të ketë kur një armë bërthamore dhe ky është qëllimi kryesor se përse po realizohet pak a shumë edhe ky konflikt. Ne kërkojmë që zgjidhja e krizës iraniane të çojë në një ulje më të gjerë të armiqësive në lindjen e mesme, duke u ndalur edhe tek armëpushimi në Gaza, duke bërë thirrje edhe këtë herë për konfliktin që është duke ndodhur atje. Do të mbetemi vigjilenta implikimeve për tregjen ndërkombëtare të energjisë dhe do të jemi të gatshëm të koordinohemi për të mbrojtur stabilitetin e tregut, pasi është një konflikt i cili padyshim do të prek edhe tregjet financiare. Për te kësaj anës serioze ka patur shumë momente interesante. Antonio Costa është presidenti i Këshillit Evropian, i cili me sa duket është përpjekur të ul pak tensionet mes liderëve të samitit në G7-s, duke i dhuruar Donald Trump një fanellën e Ronaldos, të futbollistit nga Portugalia. Antonio Costa është portugez dhe për këtë arsye ka zgjedhur me sa duket që Donald Trump t'i dhuroj fanellën e Donald Trump. Do t'i lutesh regjist videoja e Costës me Donald Trump, është momenti kur presidenti i Këshillit Evropian i dhuron Donald Trump fanellën e futbollistit portugez Cristiano Ronaldo, një fenomen në futboll, ndoshta për t'i dhënë edhe mesazhe të qarta Donald Trump, për ta marrë pak. Donald Trump është sportiv, Ismail, por për të qenë ndoshta pak
Për t'ullur tensionet, ndoshta në këto momente mes liderëve në samitin e G7-s, është ky momenti në margjinat e samitit të G7-s, kur Antonio Costa i dhuron edhe fanellën e Ronaldos, futbollistit nga Portugalia. Dhe Donald Trump dyshim që e ka mirë pritur, është ky momenti i dhuratës edhe numri 7. Edhe numri 7 i Cristiano Ronaldos. Edhe kam shtypjen do t'jetë me mbishkrimin e Ronaldos. Me mbishkrimin e dhuruar dhe ndoshta do ndikojë tek shohim edhe Marco Rubio dhe Scott Bessent. Po, playing for peace. To President Donald Trump, playing for peace, ka qenë edhe mesazhi në këtë fanell për presidentin Trump, të luajmë për paqe. Ka qenë edhe mesazhi kryesor i Antonio Costa. Do vazhdojmë edhe tek një tjetër video, kanë qenë Macroni, të gjithë liderët të cilët përpara se të nisin atë darkën zyrtare mes tyre, ka patur edhe përqafime mes liderëve për treguar ndoshta afërsinë mes tyre, Macron dhe liderët të tjerë të cilët përqafohen mes tyre për treguar afërsinë, sepse sekondëre teksove Regjia, lutem videon tjetër të liderëve. Ka patur kancelari Merz, si po shkon, si arritët për treguar dhe pak a shumë edhe mënyrën se si do të realizohej edhe ky summit, përqafimet mes Starmer, Merz, padyshim edhe Giorgia Meloni dhe zonja von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, dy zonjat e vetme në këtë summit, dhe mikpritja nga kryeministri i Kanadas. Këto janë momente për treguar edhe ndoshta fuqinë e Europës përballë Amerikës që janë të bashkuar përballë Donald Trump. Këto janë dhe momentet mes liderëve. Tek video tjetër Esmalia ka patur shumë momente interesante, në fakt mes Melonit edhe presidentit francez Macron, komentuara më së shumti në rrjetet sociale. Meloni dhe Macron janë parë të dy së bashku duke biseduar dhe kanë qenë mimikat e kryeministres italiane që kanë tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale. Në shumë komentues apo në shumë nga ata të cilët përdorin Twitterin në Francë, janë shprehur që Meloni nuk ka qeshur me batutat e presidentit Macron. Në një farë mënyrë dhe rrjetet sociale janë përpjekur të sillen në vëmendje mënyrat e reagimit të kryeministres italiane dhe përse ajo nuk qesh me batutat e presidentit francez Emmanuel Macron. Edhe në një video tjetër Esmeralda, unë kam përzgjedhur mikpritjen dhe presidentit Zelenski, është një tjetër video kur liderët e G7-s mikpresin edhe në këtë summit Ukrainën, Zelenski. Ukraina nuk është pjesë e G7-s Esmeralda, por për shkak të luftës për të treguar edhe mbështetjen e botës ndaj luftës Rusi-Ukrainë. Edhe shefi NATO-s Mark Rutte përqafime dhe bisedime me Emmanuel Macron, me Zelenskin, me Giorgia Melonin, kryeministrin e Kanadas. Një summit për treguar që Europa, sepse pjesa më e madhe këtyre shteteve janë shtete europiane, që Europa është e bashkuar, por edhe për të parë se si do të kundërpërgjigjen apo si do të reagojë Europa në konfliktin që ka nisur mes Izraelit dhe Iranit. Pak a shumë këto janë edhe ajo çfarë ka ndodhur pas dyerve të mbyllura në summitin e G7-s në Kanada. Mirë, të falenderoj Jesenka, ja shohim edhe Scott Bessent me sa duket ai ka qenë kujdeset për ato detajet. E shaharon Donald Trump. Për pjesën ekonomike, për all about money që diskutohet me G7-ën. Falenderoj shumë Jesenka. Ne shkëputëm për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.